Louvre, 4 autor vjedhin bizuteri të rradha nga koleksioni i Napoleonit. Detajet të reja kanë dalë nga grabitja e muzeut të famshëm të Louvrit në Paris. Autorët kanë vjedhur 9 bizuteri nga koleksioni i Napoleonit dhe Perandoreshës, duke përfshirë një gjerdan, një brosh, një diadem. Mediat e huaja shkruajnë se autorët e maskuar hynë në muze nëpërmjet ndërtesës përballë scenës, ku aktualisht po zhvillohen punime ndërtimi. Ata përdorin një ashensor mallrash për shkuar direkt në sallën e dëshiruar të ekspozitës në Galeri Napoleon. Policia tha se xhamat e dritarëve janë thyer me sharre elektrike. Autoritetet njoftuan se pasi autorët thyen dritarët, 2 burrat hynë në brendësi, ndërsa 1/3 qëndronte e roje jashtë. Të mëngjes ndodhi një grabitje në hapjen e muzeut të Louvrit. Hetimi është duke vazhduar, shpjegoi ministra e kulturës Rashida Dati në shërbimin online X. Louvri është një nga atraksionet më të famshme në kryeqytetin francez. Muzeu mbetet i mbyllur për arsye të jashtëzakonshme për një periudhë kohore ende të pacaktuar. Autorët nuk janë gjetur ende nga policia, ndërkohë që punohet për identifikimin dhe kapjen e tyre.